Në Durrës është shënuar një viktim nga përmbytja Astrid Hysena, i punojnë si komunales, ka ndruar jetë. Dyshohet se është marrë nga rjedha e ujit. Zënja Lala, çfarë ka ndodhur konkretisht? Një prokurori e Durrësit ka nisë hetime në lidhje me shkaqjet e përmbytjes, siç ja përmendet edhe ti, zotit ministër. Dekuri është ky, ë? Atëherë, i ndjeri Astrid Hysena, është punojnë si ndërmarrës komunale në plazh, ka dalë nga banesa e tij për shkuar për të bërë disa verifikime në zonë për shkak të punës që ka kryer. Nuk është kthyer në banesë dhe familjarët kanë mbajtur dhe kanë denoncuar në polici dhe pas kërkimeve disa orëshe të forcave speciale RNA-s përmes polumbarëve është gjetur shumë pranë vendit punës që kishte vajtur për të verifikuar dhe është zyrtarisht viktima e parë e cila lidhet me situatën e përmbytjeve në qarkun e Durrësit, por edhe në gjithë vendin. Në lidhje me humbjen e jetës së tij, prokuroria e Durrësit dhe konkretisht prokurorja Suela Beluli ka qelur një hetim penal kryesisht, pra është një hetim jo mbi bazën e një kallëzimi, por një hetim i qelur mbi bazën e dhënave të marra në media, sepse ka dyshime që në rastin konkret është shpërdoruar detyra për sa kohë që nuk janë marrë masa që një punonjës të kryej detyrën e tij konform ligjit apo në kushte dhe ambiente të sigurta. Po ashtu prokuroria e Durrësit ka nisur hetime edhe për pasojat e ardhura nga përmbytjet dhe është duke hetuar për 2 vepra penale, siç është vepra penale e shkatrimit të pronës me përmbytje dhe shkatrimit të pronës nga pakujdesia, sepse ka të dhëna dhe indicie bazuar nga dëshmi, por edhe dokumenta, që këto përmbytje kanë ardhur si pasojë e keq menaxhimit të situatës nga institucionet qendrore dhe vendore. Dhe një prej tyre është pikërisht hidrovori i ri në Porto Romano, është një investim pra një vet për infrastrukturore, e cila është investuar 19 milion euro, por nga verifikimet paraprake të vetëm disa orëshe duhet thënë, sepse hetimi do të vijojë, ka rezultuar që hidrovori nuk ka punuar. Pra në pikën më kritike dhe në momentin më kritik për qytetin e Durrësit nuk ka funksionuar, çka sipas prokurorisë e ka thelluar edhe më shumë pjesën e përmbytjeve, duke dëmtuar dhe sipas të dhënave paraprake rezultojnë rreth 1000 banesa të cilat janë të dëmtuara ose të shkatruara nga përmbytjet. Ministri e përmendi janë rreth 500 persona të evakuuar nga Durrësi dhe disa të tjerë janë nga Vlora dhe janë 250 hektar tokë bujqësore në ujë aktualisht, pra vetëm në qarkun e Durrësit dhe kryesisht në rrethinat e tij. Po ashtu ka patur problematika, ne i kemi parë pamjet ku banorët nuk kanë asnjë kontroll mbi banesat, gjithçka është e shkatruar, sidomos katet e para janë të gjitha të përmbytura. Ka patur problematik, po hetohet edhe rasti i burgut të Durrësit, ku i gjithë kati i parë i burgut dhe qelit e katit parë janë përmbytur tërësisht, me qëllim për të shmangur në incident, sepse ju e dini që sa herë ka përmbytje ka edhe rënjët e energjisë dhe mund të krijonte problematika, të gjithë të paraburgosurit që aty janë kryesisht zyrtarë të lartë, siç është ish ministri i shëndetësisë zoti Beqa, ish kryetari i Bashkisë Tiranës, më falni, zoti Erion Veliaj, apo zyrtarë të tjerë si zyrtarë të drejtësisë dhe të policisë, të cilët janë aktualisht paraburgosur, janë zhvendosur në katin e dytë të burgut dhe për momentin janë duke u mbajtur aty dhe sot që flasim edhe në këto momente, pra kati i parë i burgut të Durrësit nuk është kthyer në normalitet. Sigurisht që situata mund të përkeqësohet, pra gjithë problemi është që institucionet vendore dhe qendrore, por kryesisht në rastin e Durrësit institucionet vendore nuk kanë marrë asnjë mas. Pra sot nëse kemi një përgjegjës dhe ka pasur një protestë, ju e dini gjatë pasdites së sotme dhe një përplasje me policin, sepse kryetaria e bashkisë, e cila në fakt nuk ka kërkuar minimalisht një ndjes, nuk ka asnjë shpjegim sot për qytetarët durrësak, por edhe për pjesën tjetër, pra të rrethinave, sepse normalisht ajo është njeriu kryesor nëse mund ta kapim në hierarki, se si ka mundësi që pjesa kryesore e hidrovoreve dhe kanaleve nuk kanë funksionuar. Dhe ka ardhur kjo situatë që shkon në miliona euro dëmi. Dhe minimalisht, në vend që të bëhet propagandë dhe të na thuhet këtu nga ministri Vëngu apo cili do ministër, që ne jemi në gatishmëri e tjera me radhë, në fakt do duhet ketë një ndjesë dhe do duhet ketë marrje masash për shpërblimin e banorëve të cilët janë dëmtuar. Imagjinoni pasojat e përmbytjeve për vite me radhë në Shkodër, po ndihen edhe sot. Llogariteni se çfarë do të ndodhë në Durrës, do kalojë ndoshta një dekadë dhe do të jetë shumë e vështirë për të kthyer në normalitet. Dhe gjithë problemi është që gjithë propaganda bëhet, e kanë fajin qytetarët që kanë hedhur plerat, ndërkohë që askush nuk mban përgjegjësi që në inceneratorin e Tiranës janë vjedhur mbi 100 milion euro dhe nuk ka incenerator. Pra nëse plerat do të ishin inceneruar, ne nuk do të kishim këtë situatë, se nuk do të kishte plera në çdo kanal, në çdo lum, në çdo prrua e tjera, dhe ndërkohë përpiqet të relativizohet si një histori që ka të bëjë thjesht me shkaqet natyrore. Në fakt, kjo është neglizhencë dhe korrupsion i strukturave shtetërore, si qendrore ashtu edhe vendore.
Pra duhet parë shumë gjërë se sa vetëm një moment dhe duhet thënë, dëgjoj se qytetarët, jo, qytetarët në rastin konkret presin dhe i kanë kthyer syt nga institucionet e qeverisjes. Si është e mundur që një qeverisje e cila projektin e inceneratorëve na e shiti si projektin më të madh të korave, dhe ndërkohë sot ju thot qytetarëve shqiptarë që ju i hidhni plerat, ndërkohë që plerat do duhet të ishin inceneruar. Ke 1000 banesa në Durrës, të gjitha në ujë. Keni parë të përmbyte Gjirokastra? Unë nuk kam dëgjuar ndonjëherë. Nuk e di nëse ju e keni dëgjuar. A është përmbytur? Kur? Ka shpërmbytur. Ma thoni. Po, sa herë kohët. Jo, po flas për zonën. Jo masivisht, po. Po them pra, zonë masive. Dhe normalisht nuk mund, pra po flas pjesën, jo pjesa poshtë. Pjesa poshtë, po pjesa lartë s'ka shpërmbytet, se tani... Pjesa lartë është shkatruar dhe pjesa lartë. Pra do thotë që është një qytet prej guri që është shkatruar komplet biznesi. E keni parë pamjet. Do më thonë, e gjitha është tani ishe përmbytur dhe burgu në Durrës. Po. Populata e burgut ku kishe shkuar? I kanë gjitur një kat më lartë, zoti Rakipi. Do më thonë, i kishin në katin e parë, gjithë këta që konsiderohen të paraburgosurit VIP ose dënuari, derisa merr vendimi formë prerë në apel. VIP-at ishin katë parë? Kanë qenë të vendosur, po, dhe kanë kaluar në katin e dytë pjesë. Kati parë me thënë është përmbytur aty? Është jashtë funksioni. Dhe pra sot që flasim është jashtë funksioni, është vendosur në katin e dytë të burgut, siç është zoti Velia e zoti Beçaj. Ore, të njëjtën në foto po më nxjini ju mua aty. Të njëjtën në video. Ishte burgu pra. Te burgu jemi këtu. Ja, jenë burg. Që shkon ministri... Shikoje tani çfarë bëhet aty. Aty duhet marrësh gomonen. Ministri drejtësisë që shkon me... Dhe, po, është momenti që Po shkon për të... Jo, nuk po shkon në burg, ai po shkon... Jo, po shkon të inspektor. Nuk i dihet asaj se është hap dera tani. Po... është hap dera, thot, po, dera është hapur dhe për ju, se me që nuk të marrin ty të imburesh, po ta shikosh, edhe për ju barabar është hapur, për opozitën se... është hap dera për... Dhe ju, ju i quani që është hapur dera vetëm për këta, po dera është hapur... Në emrin është hapur... Jo ti, jo me ti. Për këdo që ka shkel ligjin, edhe unë... është hapur 2 katësh. Aq më shumë që unë sot jam... jashtë strukturave të partisë, po jo, më stua jashtë ju asë. U largove di përfundimisht. Po unë kam dhënë dorëheqje, ju e dini shumë. Po e di, po aty dhe kthehet njeriu. Jo, unë nuk i bëj gjërat për të kaluar. Edhe po thres doktori nuk kthehet. Jo, po nuk ka arsye. Doktori duhet thrasi me disa gjëra që ti plotëson. Plotësohet i tani dhe tela pastaj e thotë. Ai personi që ka vdekur ka qenë në punë gjatë natës. Ke parasysh këto janë të komunales që punojnë natën. Punojnë që komunale që punojnë natën. Po, dhe mendohet që duke ardhur në shtëpi, ata banojnë... Pasi kishtë mbaru punën. Pasi kishtë mbaru punën, në atë zonën e Knetës aty, ku ka shumë mreshje, kishte dal ujë, kishte kanal të mbushura, etjera, dhe aty ai mendohet që ka rënë, shëzuar, po askush ditë thotë se ai ka qenë vetëm. Pra kjo është paraprakisht si ngjarje. Doktori komunales vetëm kënë? Shkonte në shtëpi. Po ikte për në shtëpi? Ishte vetëm. Në orën 10 para dite, nuk e ka parë njeri kur ka rënë diçka e tillë.